U kthehem në studio për të diskutuar në lidhje me çështjet politike në vend, ku me mua në lidhje direkte është Lulzim Veliu, analist i cili do të sqellojë më shumë çështjet që kanë të bëjnë me politikat vendore. Zotri Veliu, faleminderit shumë që pranuat që jeni pjesë e Infodes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ndërun nesët pritet që të mbahet seanca e radhës, a besoni që do të ketë ndonjë skenar pak më ndryshe, apo do të jeta që shkurt ashtu si që jemi mësuar tashmë që të kemi ata 15 minutat e famshëm dhe të përfundoj seanca? Po duke pasur parasysh se ne tash e sot ditë kemi kaluar 2 apo 3 seancë për tentim për seanca parlamentare të cilat nuk kanë arritur të zhvillohen në mungesë të një konsenzusi në mes të subjekteve politike për të arritur drejt zgjedhjes apo konstituimit të parlamentit, por edhe shkuarjes drejt zgjedhjes së një qeverie e cila do të drejtonte vendin, edhe nesër nuk pritet ndonjë gjë të jetë diçka më ndryshe. Përderisa nuk kemi takime ndërmes të subjekteve politike dhe nuk kemi një marrëveshje ndërmes të subjekteve politike, seanca do të vazhdojnë në këtë mënyrë në pafundësi dhe është e turpshme çfarë është duke ndodhur Kosovës, është përgjegjësi totale dhe e pakuptueshme për të gjitha subjektet politike në Kosovë, këtë rast duke mos përjashtuar asnjë, pra duke pasur përballë përgjegjësinë gjithmonë përgjegjësinë më të madhe ka ajo forcë politike që është më e fuqishme, mirë po sido që të jetë, në këtë rast përgjegjësia duhet ndartë të gjithë së bashku sipas numrit që kanë fituar edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kjo është e pakuptimtë, është e pakuptueshme dhe nuk e di se deri ku do të shkojmë në këtë ngërç politik dhe nuk e di se çfarë janë duke menduar liderët e subjekteve tona politike. Unë mendoj se është momenti i fundit kur ata lider politik, këto forca politike duhet të jenë të qarta se çfarë dëshirojnë, përderisa është e qartë se asnjëra as pala tjetër nuk e kanë numrin e mjaftueshëm për ta krijuar qeverinë, atëherë pse nuk bëjnë konstituimin dhe shpërndarjen e parlamentit për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme që ndoshta do të ofronin numra më të përshtatshëm dhe do të bëhet një zgjidhje pra se kjo është e papranueshme. Kjo është e papranueshme për jetën në Kosovë, për qytetarët në Kosovë, por është e papranueshme edhe për faktorin ndërkombëtar dhe për partnerët tanë kudo që ata janë. Pra për ta është një gjë e papranueshme se kanë kaluar tani 3 muaj dhe nuk e gjejnë mundësinë për të ardhur deri te një zgjedhje e cila do të mundësonte krijimin e institucioneve në Republikën e Kosovës. Zoti Veliu, edhe ju vetë tha se nuk ka një gatishmëri në mes partive politike që të bëhet një plan se si të dalin nga kjo ngërç politik i cili është krijuar, ndërkaq që në botë janë duke u sjellur tema të jashtëzakonshme që kanë të bëjë edhe me luftën e cila po ndodh në Ukrainë, madje në Indi dhe në Pakistan. Jemi duke u rrethuar nga luftra në botë, po ashtu kemi një hartim të ri të gjeopolitikës në mbar botën, ndërkaq Kosova po stagnon në çështje siç është kuvendi i Kosovës. Pse nuk ka gatishmëri që të ulën dhe të bisedojnë për tema të mëdha dhe të formohet qeveria e vendit dhe të mos stagnojmë në këto hapa të cilat kemi ngelur? Po ndoshta kjo pyetje do të ishte më përshtatshme për përgjegjësit e subjekteve politike, për udhëheqësit e këtyre subjekteve politike dhe për subjektet politike, se si është e mundur në këtë moment kur asnjëherë nuk kemi pasur situatë më të rrezikshme në gjeopolitik, pra kemi luftën në Ukrainë, kemi problemet në lindjen e mesme, pra luftën që është duke zhvilluar Izraeli me Hamasin, kemi tani edhe shpërthimin e ri në mes të Indisë dhe Pakistanit. Bota është e mbushur me plot problematika dhe në këtë kontekst gjeostrategjik apo gjeopolitik të themi, Kosova është një pikë në ujë, një pikë ujë në oqean, nuk po them as në det, po është në oqean dhe pikërisht këta lider, këta udhëheq janë as të papërgjeshëm sa me veprimet dhe mos punën e tyre janë duke e rrezikuar edhe Republikën
janë duke rrezikuar pra edhe Republikën. Është momenti i fundit që ata duhet të gjejnë një kompromis. Ndoshta kompromisi më i mirë në situatën aktuale çfarë ndodhet, duke pasur përballë edhe problematikat me të cilat do të përballet qeveria e ardhshme, e cila do të qoftë ajo apo pa marrë parasysh emri i kryeministrit i cili do të jetë, pra duhet që është pra momenti i fundit që ata të ulen dhe të bëjnë një konsenzus të brendshëm, ndoshta zgjidhja më e mirë në këtë rast do të ishte një qeveri gjithëpërfshirëse e cila do të ndihmonte shumë në zgjidhjen e problematikave që ka Kosova. Mirë po, neve nuk po shohim një zgjidhje, a mendoni që zgjidhjet do t'jenë zgjidhje, po për të ardhur të zgjidhjet në duhet edhe një kuvend. A do të ketë gatishmëri të opozitës, apo do të shkohet në numrin 30 ashtu si që po flitet? Po, këtu unë mendoj që jo gatishmëri të opozitës, po këtu po flitet për gatishmërinë të gjitha subjekteve politike. Unë nuk e kuptoj pra se si lëvizja vetëvendosje me 42% që ka fituar në zgjedhjet e kaluara ka 48 mandate dhe për krijimin e një qeverie, pra i nevojitën edhe 13 të tjera dhe nuk po arrin një gjë të tillë. Ajo ftoi fillimisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila për mendimin tim është duke bërë një politikë shumë të ulët, shumë të dobët, politikë e cila nuk e çon para as atë subjekt politik, pasi fillimisht pranon ofertën nga lëvizja vetëvendosje për të bashkëqeverisur, e në anën tjetër me opozitarët kërkon vetëm postin e kryeministrit. Unë nuk e di se çfarë po mendon ai subjekt, përkundër përçarjeve që kanë brenda, përkundër të lashëve të brendshme që kanë. Pastaj lëvizja vetëvendosje sikur është mbyllur vetëm në atë me Lidhjen Demokratike dhe nuk kërkon forcat e tjera që të arrihet të bëhet qeveria. Dhe unë mendoj se të gjithë në këto momente janë duke tentuar që të blejnë deputet, apo përshkojnë nga krahët e kundërt në mënyrë që të arrihet numri 61, vetëm sa për të krijuar qeverinë. Mirë po, edhe një qeveri e cila do të kishte 62 mandate, nuk është qeveri që do t'i zgjidhte problemet e Kosovës. Probleme e Kosovës nuk është asnjë qeveri që zgjedh që ka më pak numra se ata që nevojiten për zgjedhjen e presidentit. Pra, prilli i vitit të ardhshëm është zgjedhja e presidentit, dhe cila do palë që krijon qeverinë me 61 mandate apo 62-3 mandate, do të jetë e destinuar për të dështuar pra pas një viti pra për të shkuar në zgjedhje të parakohshme. Gjithse neve nuk e kemi luksi që të shkohet në zgjedhje kaq shpesh. Si Kosovë kemi probleme edhe ekonomike goxha të mëdha, tani më janë shfaqur edhe shumë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike në vend. Nuk na duhen 3 parë zgjidhje për një kohë kaq shumë të afërt. Po definitivisht që nuk kemi ne atë luks, dhe mirë po mua më duket të gjitha këto problematika që e kanë përshtyllur tani Kosovës, sidomos me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, me protestat tani të prodhuesve, sikur mundohen që të gjitha këto t'i mbulojnë me atë 2-3 minutshin e seancave që të dështojnë njëra pas tjetrës, që unë jam shumë i bindur se e njëjta gjë do ndodhë edhe nesër, pasi kemi një këmbgulje të subjektit kryesor pa lëvizjes vetëvendosje që të ndryshojnë në formën e votimit, nga votimi i hapur në votim të mbyllur, e një gjë të tillë, me sa duket opozita është ish opozita, të themi në këtë rast, pasi ato të gjitha asnjëra nuk mund ta cilësojmë si opozitë, pra ish opozita nuk e dëshiron një formë të tillë. Ja, mirë po, a ka një frikë nga ana e të gjitha partive politike marrja pushtetit duke ditur ballafaqimi me gjitha këto probleme të cilat po na kanosin çdo ditë në vendin tonë? Nësa duket ka diçka një pikpyetje e cila po i stagnon në këto hapa ku ndodhemi tani. Mirë, ata që e kanë frikën duhet të hapin krahun dhe të lëshojnë të japin mundësinë të tjerëve për ta krijuar. Unë mendoj se problematika është se mungojnë votat nga të dy krahët, se sikur ish opozita të kishte numrat për krijimin e qeverisë, ata do të mundin të japin votat për kryeparlamentar në mënyrë që pastaj
të digjet kandidati për kryeministër. Mirë po, ata janë shumë të sigurt se një gjë e tillë do të ndodhë edhe në krahun tjetër dhe kanë ngecur në pozicione të tilla. Nuk ka të bëjë me frikë për marrjen e pushtetit. Këtu ka frikë për humbjen e pushtetit, pasi jemi dëshmitar të asaj se çfarë po shpaloset kohëve të fundit, pra me disa skandale, duke filluar me energjetikën, për të vazhduar me Ministrinë e Bujqësisë. Pra janë skandale që ndoshta dikush nga ministrat duhet shkoj prapa grilave. Ja, mirë po, ju thatë edhe vetë se dikush nga ministrat duhet shkoj prapa grilave, mirë po çdo ditë po dalin skandale të reja fatkeqësisht në këtë qeveri, ndërka që kjo qeveri është thirrur që nuk do të ketë korrupsion, do të luftojnë korrupsionin madje dhe janë edhe disa deklarata shumë virale tashmë të zotri Pecit, i cili tha se sa do të jem unë në krye të Ministrisë së Bujqësisë asnjëherë nuk do të ketë korrupsion. Ndërka që vetëm në këtë ministri janë dalur disa nga skandalet. Po, pikërisht është Ministria e Shëndetësisë që kanë dalur disa skandale. Kemi këtë rastin e fundit me fabrikën e mbetjeve shtazore, pastaj kemi jo tenderet, por subvencionet që ju dhënë njerëzve që nuk kanë të bëjnë asgjë me bujqësinë, apo ndoshta nuk e kanë as edhe 1 metër tokë për ta punuar, ndërsa ata kanë përfituar nga fundet e tilla, vetëm që të kanë qenë të afërt të njerëz nga deputetët të lëvizjes dhe vendosje. Dhe pikërisht këto janë gjëra që duhet shkojnë para drejtësisë dhe në një drejtësi normale, ministri i cili i lejon gjërat e tilla duhet të shkojnë burg. Po nuk ishin vetëm ministra, ishte edhe vllau i kryeministrit, i cili është emëruar në një pozitë mjaft të rëndësishme. Pra, ishte edhe vetë kryeministri ai i cili përdori nepotizëm, gjë që kishte proklamime të shumta edhe në fushatat e tij, edhe deri në ardhin e tij në pushtet se nuk do të ndodhë asnjëherë gjatë qeverisjes vetëvendosjes. Është fakt se lëvizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet me luftën kundër korrupsionit, kundër nepotizmit, por edhe me luftën për mos krijimin e asociacionit për komunat serbe. Çështje të cilat tani po i prek vetë. Gjërat e cilat tani më po ndodhin pasi marrëveshja e Brukselit me aneksin e Ohrit e parashef brenda saj edhe asociacionin për krijimin e komunave me shumicë serbe. Nuk ka gjë të keqe kjo, pasi po e them nuk ka gjë të keqe, pasi që është një marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk ka pasur kati kryeministri Kurti e asnjë nga kryeministrat kushdo qoftë ai. Pra është një marrëveshje ndërkombëtare e pranuar nga Isa Mustafa, e pranuar nga Hashim Thaçi, e tani është pranuar edhe nga zoti Kurti. Ndërsa sa i përket vllaut të zotit të kryeministrit, sipas informacioneve që un kam, vllau i tij në korporatën elektroenergjetike të Kosovës është duke punuar kohë shumë të gjatë. Domethënë nuk ka të bëjë me mandatin e kryeministrit dhe ai, sipas informacioneve që kam, mund të jemi gabuar, por po e them atë çfarë unë di. Ai pra nuk është se është futur në punë në korporatën elektrike pasi që ka ardhur kryeministër zoti Albin Kurti. Ja, mirë po, skandalet të shumë të kanë dalë nga kjo qeveri, gjë që nuk ka qenë e prishme, mirë po, ai po vazhdon punën e tij si të qenë kryeministri i vendit, ndërka që është emëruar si deputet i Kuvendit të Kosovës, patëm edhe dje disa emërime të reja dhe disa votime të reja nga ana e qeverisë së Kosovës, me qenë se mbajti mbledhjen e radhës, duke mos qenë të legjitimuar që të jenë në krye të mbledhjes së kësaj qeverie. Po, në fakt me ligjet e Kosovës, në ligjet e me kushtetutën e Kosovës, qeveria parashihet që të jetë në detyrë derisa të kemi qeverinë e re. Dhe të gjitha ata ministra apo pjesë e madhe e tyre tani më janë zgjedhur deputet dhe në fakt 2 mandate njëkohësisht nuk mund të ushtrohet. Mirë po, kjo fatkeqësisht nuk është paraparë në ligjet dhe në kushtetutën e Kosovës asnjëherë më parë se nga zgjedhjet parlamentare deri te krijimi i qeverisë së re do të kemi kaq shumë kohë të humbur dhe nuk do të kemi krijimin e qeverisë së re. Dhe pikërisht këtu është ai konflikti e cili e bën që zoti Kurti edhe është deputet, por edhe është ushtruesi i detyrës së kryeministrit. Pra
unë mendoj se ato që ndron konflikte dhe pikërisht kjo është ajo që duhet bërë në sa më shpejt që është e mundur krijimin e qeverisë së re në mënyrë që të kemi institucione legjitime me të cilat drejtohet Republika e Kosovës, e cila mund të them lirisht se është duke u vënë në rrezik pikërisht nga partitë dhe liderët politik. Zotri Veli, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes, madje edhe ndalua të veturën që të lidhemi bashkë në emision. Falenderoj shumë për gatishmërinë që t'jeni zhërë pjesë e Infodes. Faleminderit, ishte kënaqësi. E një vetë ndëruar shikuese Infodes, me këtë lidhje direkte do të përmbyllim sot këtë emision, do të shihemi nesër në të njëjtën kohë. Mirupafshim.